Mu më vjen keq që edhe disa kolegë tonë në Kosovë, të cilët nuk ju kanë adresu gjykatës për shpifjet dhe të pavërtetat që janë thënë, po flas për gjithë ata gazetar apo gazetare, se gazetaria është një mision dhe është një profil jashtëzakonisht i dobishëm kur ajo është në shërbim të mirës dhe të vërtetës, por kur gazetaria e merr rolin e gjahut të shtrigave dhe bjen nën diktatin e agjendave të caktuara, atëherë ajo nuk është mo gazetari, por është diçka tjetër. Prandaj unë nga ato vitet vështira që i kam përjetu, por edhe familja ime, nga kjo përvojë modeste i kisha sugjeru gjithë kolegëve në veçanti, por edhe të tjerëve që në raste të caktuara të mos hezitojnë dhe menjëherë ti drejtohen gjykatës, nga se mund t'i edukojmë ata apo ato të cilat guxojnë dhe të i kalojnë ato limitet profesionale dhe thojnë të pavërteta dhe thurin shpifje dhe gënjeshtra. Pra apel nga Hoxha Enes Goga ndaj hoxhallarëve kolegëve, kush mirët me ju, kush ju nguc me një herë gjykatë. Ka pas një fushat sistematike, ka qenë e koordinume, ka qenë e porositur, na kanë udhëzu njerëz e sinqert që ne t'i drejtohemi për gjitha këto shpifje gjykatave dhe ne kemi disa procese gjyqësore. Një proces në gjykatën themelore në Prishtinë për shpifjet dhe të pavërtetat kundrejt gazetarit Duriqi. E kemi fituar, tani është në apel, nga se ai ka të drejtë të apeloj vendimin Për çfarë rasti e gjykatës. Ka qenë një mori shkrimesh që s'dua të ndalem të harxoj kohë se nuk ja vlen, por është më rëndësishme që gjykata themelore në Prishtinë ka ardhur në përfundim dhe i ka jap epilog asaj padije se ato janë shpifje dhe janë të pavërteta, edhe pse shumë herë disa prej gazetarëve jo profesional në emër të shprehjes së lirë, në emër të investigimeve, në emër të gjërave publike të cilat ju interesojnë opinionit, ata i japin vetes së drejtë të merren, por po te kalojnë ato limite të cilat nuk duhet të te kalohen, po ashtu e kemi edhe një proces gjyqësor me gazetaren Gjara